I tha nuk ta kozon, na e le. Është me një fëmijë 10 vjeç po tashti. Dhe nuk i dhanë asnjë lloj Asnjë lloj ndihme. Urdhoni. Edhe jashtë ata shofsh, është sa muri komplet. Kanë shpërnda për mira militant, socialist, 15-20.000 euro, po thuj se pa dëmtime ose me dëmtime shumë më të pakta se këto. Pra, këta kanë da parat e rinërtimit, kanë luajt me fatkeqësinë e njerëzve duke nda para njeri me tjetrin. Tani, urdhoni, shifni damet, shifni atje, të gjitha këto nuk meritojnë sipas bashkisë Durrësit asnjë lloj mbështetje, asnjë lloj subvencioni, asnjë lloj mbështetje. Pra një qendrim në të cilin dëshmon shumë qartë se parat për rinërtimin e tërmetit ndahen nga zyrtarët dhe nuk u jipen atyre që u takojnë për shkak dëmtimeve që kanë pësuar. Merr fund kjo politik, me datën 11 maj do të votoni. Në kësaj politike kemi qenë gjithmonë. Kësaj politike kemi qenë gjithmonë, qish në libër. Po, unë ju falënderoj dhe ju shpreh mirënjohjen më të thellë dhe ju garantoj se kjo politik pas 11 maj do të përmbys gjithë të situatë dhe do ta kthejë atë në një mbështetje të merituar për të gjithë qytetarët që kanë probleme me banesat e tyre për tërmetin, për gjitha pensionet, nuk do ketë pension. Pension 100.000 lekë. Ai që merr 100.000 do marr 200.000. Nuk do ketë pension në Shqipëri nën 200.000 lekë. Nuk do ketë shqiptar që do marr nën 200.000 lekë. Pa ai që merr 100.000, që merr 120.000, që merr 160.000 do marr 200.000. Dhe me këtë ne japim një lehtësim ekonomik, një frymarrje njerëzve që mund të jetojnë diçka më ndryshe. Do të japim një kartë konsumatori quhet ajo, me cilën do marrin të vëshën e ushqimeve mrapsh. Do u kthehen janë rreth 450 euro në muaj. Mishnor soni kom rrit si shëndimin e deri më sotit më rrit jetima. Heroinja. Kom rrit 8 fëmijë jo një, e di, po 8 fëmijë. Të shpreh nderimin tim më të madh. Heroinë e vërtet. Por ta vazhdojmë këtë betejë, të fitojmë dhe ta shndrojmë këtë program në një program që ndryshon jetën e të gjithë shqiptarëve. Deputet të ri që keni tani, që do keni pas 11 majt, do merren çdo ditë me problemet tuaja, me problematikat tuaja. Sot ka një parlament që për cilin qytetari nuk ekziston. Ju e keni vurë vetë, i cili është i shkputur nga realiteti, jetojnë në luks. Unë njëherë ju thash atyre për çantat ato u tërbuan u zemruan me mua dhe kërcyen. Unë u thash një të vërtetë se nuk është politikani, rroga politikanit nuk i lejon të zhytet në luks, po edhe sikur t'ishte, një politikan nuk pasionohet pas luksit, duke di se qytetarët e tij jetojnë në kushte krejt tjera. Kurse aty ato e bën sigar, sikur të ishte një parlament, një sallon mode, dhe pastaj të gjitha breshrit kundra meje, se jo na fyve, jo na bën stas asnjë fjalë, vetëm thash se këtu po bëhet si parad mode. Po se kanë parë këtë realitet. Nuk e njohin. Nuk ekziston ky realitet për. Nuk e njohin këtë lloj bote. Ku i ke fëmi? Po fëmi, si ka dalë ka më rrugën e vetë. Ka më rrugën e vetë. Po kisi janë këto? Po, do bëjmë gjithçka që edhe ata të kthehen të punojnë këtu. Të gjë ta ndërtojnë jetën nga e para këtu, prap. Ato se di Zoti i moft. Zoti i moft, dakord, po do i ndihmoj të na kthehen se i duam këtu. Na duhen vinë këtu që të punojmë dhe ta çojmë përpara Shqipërisë. Zoti i moft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nuk po.